Ka këmbësor? Jo, lëshoj frenin. Sigurohemi që s'ka këmbësor, lëshojmë frenin të eci pak makina për inerci të marshit të parë, edhe pse është automat. Nuk e kalojmë këmbën direkt nga freni në gaz. Lëshojmë frenin, ecën pak metra vetë, nëse na duhet më shumë e shtojmë gazin. Shtoje? Shtoje pa gazin? Po. Jep sinjal djathtas lart? Lart sinjalin djathtas, prje timonin djathtas, hidhi një sy pasqyrës për ndonjë motor patin biciklet. Drejtoje timonin, mbaj këmbën në fren që mos të ketë shanse të gabosh tek vija, të ngatrosh pedalet. Mbaje në fren dhe mendo, ka nevojë të frenoj? Jo, lëshoj frenin. Mos i jep gaz se kemi stopin. Tek stopi kemi ne detyrimin të ndalojmë. Ndalo, kontrollo, nisu, thot stopi. Shtoj gazin tani që kontrollove dhe s'ka, por duke mbajtur korsin tënde këtu. Fokuso këtu. Lëshoje frenin, jepi që gaz. Jepi gaz. Jep sinjal majtas poshtë. Shiko pasqyrën se do parakalojmë autobusin, po jo, po dham sinjalin, ne kemi të garantuar parakalimin. Ne japim mirë sinjalin dhe presim nëse na lejojnë. Nëse s'na lejojnë, ndalojmë pas autobusit. Në rregull, suksese. Mirë po ndjesh. Super.